2 vjetorin e sulmit terrorist në Bajs, sulmit më të madh që nga pas lufta me cilin u përball vendi sot, në intervistë kemi ministrin në detyrë të punëve të brendshme zotin Xheras Feshta, me cilin do të flasim për situatën e sigurisë e cila sot mbretëron atje, për epilogun i cili mund të pritet në rastin e personave të cilët ndiqen nga drejtësia dhe vazhdojnë të jenë në arati shumica e tyre, por edhe për zhvillime tjera që kryesisht lidhen me komunat veriore të Kosovës. Atëherë, ministër, mirë se keni ardhur dhe faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Ministër, sot 2 vite pas sulmit terrorist në Bajs, ku një pjesëtar i policisë Kosovës Afrim Munjaku mbeti i vrarë. Cila është situata në komunat veriore? Po, realisht situata është e pakrahasueshme me kohën para 2 vitesh, me kohën para 3 vitesh, para 4 vitesh atje. Kemi një situatë shumë stabile, ku rendi dhe ligji zotëron atje. Kemi një punë të pandashme të gjitha institucioneve të sigurisë, posaçërisht policisë të Kosovës, në mënyrë që edhe të parandalohen çfarëdo lloj veprimtarish kriminale e terroriste, por në të njëjtën kohë edhe të shërbehet qytetarëve atje pas një dallim. Po, megjithatë ministër, në këtë përvjetor, personi kryesor i akuzuar për këtë sulm terrorist është në arati bashkë me shumicën prej atyre të cilët e kanë organizuar dhe kanë marrë pjesë në këtë sulm terrorist, dhe Serbia përveç se nuk e ndjek, refuzon gjithashtu edhe ekstradimin e tij. Tani cili mund pritet që do të jetë epilogu këtij rasti? Po, kjo dëshmi në vetvete tregon natyrën e shtetit serb. Në fakt, në rastin e Banjskës, ne kemi arrit që të dëshmojmë jo vetëm se çfarë ka ndodhur në Banjsk, por po ashtu edhe përgatitjet e tyre paraprake, në të cilat drejt për drejt ka qenë involvuar qeveria e Serbisë. Do të thotë, ata janë armatos, janë trajnu, janë financu, janë mbështet, e tash edhe mbrohen nga Aleksandar Vučić dhe qeveria e tij, meqense pothuajse ata janë të njëjtit. Tash kjo lidhje domosdoshmërisht është e rrezikshme edhe për vetë Vučićin. Unë besoj se kjo është njëra ndër arsyet pse Vučić përkundër apeleve të vazhdueshme refuzon që të zbatoj gjitha norma ndërkombëtare, që këta terroristë të dorëzoj para drejtësisë në vendin ku ata realisht kanë realizuar sulmin. Sulmi i Banjskës ishte sulmi më i madh që nga pas lufta, nga Serbia, po nga grupet e financuara nga Serbia, drejt shtetit Republikës Kosovës, dhe ky sulm fatmirësisht nuk pati sukses, por edhe suksesi ynë nuk kaloi pa pasoja. Ne kemi një pjesëtar të policisë Kosovës të vrarë, kemi pas 2 të plagosur, të cilët fatmirësisht kanë të kalu plagë dhe pengesat që ky lëndim ju ka shkaktu, por drejtësia gjithsesi duhet vihet në vend. Qoftë si shpagim për çfarë kanë bërë ata, por po ashtu edhe si një mjet parandalimit që Serbia e grupet terroriste mos ndërmarrin veprime avantura të këtilla. Tash Vučić realisht gjithë mekanizmat e shtetit Serbisë nuk janë në veprim as për të ngritë akt akuzë pas 2 vitesh edhe në Serbi ndaj Milan Radojčić, dhe nuk pranojnë që ai të dorëzohet. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që jo vetëm ne, por gjithë faktorin ndërkombëtar, qoftë atë misionet e tyre prezente në rajon, por edhe qendrat e vendosjes në politikat globale duhet të jenë duhet të kenë qëndrime dhe apele më të fuqishme në mënyrë që... Konsideroni që nuk është bërë presion i mjaftueshëm që Serbisë kërkohet dorëzimi i Radojčićit apo çfarë? Po. Dhe ka një zinxhir brenda institucioneve të Kosovës i cili konsideroni ose ka pasur një analizë që ka dështuar në arrestimin e këtyre personave? Jo, realisht po, nuk ka një qëndrim të vendosur që jo vetëm të dënohet, se kemi korrekt ka pas dënim i sulmit terrorist nga vendet mike aleate, por duhet ketë edhe një vendosmëri në raport me Serbinë
që Serbia të detyrohet që të dorëzoj Radojčić dhe gjithë terroristët tjerë të cilët kanë marrë pjesë në sulmin e Banjskës. Dhe kjo patjetër duhet bëhet duke llogaritë dhe pasojat potenciale për vetë Serbinë. Këte nuk përshofim, dhe ne kërkojmë që kjo edhe të bëhet. Nuk mund të ketë një pikë vështrim normal ndaj Serbisë me politikat e këtilla ku ata përmes veprimeve terroriste cënojnë vendet përreth, cënojnë edhe Republikën e Kosovës. Por po ashtu nuk mund të ketë edhe raporte. Konsideroni që ka pas tolerancë të tepruar ndaj Serbisë pas gjitha këtyre veprimeve nga bashkia ndërkombëtare apo çfarë? Unë mendoj se ka pas një sensitivitet më të madh në raport me stabilitetin në rajon, duke menduar se mos t'i bëjmë presion tepër të madh Serbisë, e cila është faktor destabiliteti në Ballkan. Serbia është shteti i cili realisht kontribon në destabilizim të Bosnës, është shteti i cili mundohet që edhe interferon në politikat e brendshme të Malit të Zi, është shteti i cili në vazhdimsi atakon qoftë në aspektin diplomatik, por edhe përmes minimit të vetë sovranitetit të institucioneve të Kosovës brenda për brenda Republikës të Kosovës, tenton që të ndalë progresin e Kosovës dhe potencialisht të destabilizoj Republikën tonë. Prandaj ne mendojmë që presioni duhet jetë më i vendosur në raport me Aleksandar Vučić, qeverinë e tij dhe gjithë establishmentin serb atje, në mënyrë që mos të lejohet që skenar të këtill të përsëriten në të ardhmen. Edhe vetë parada ushtarake, e cila u organizua para disa ditësh në Beograd, është një lloj cënimi i sigurisë në rajon, duke qenë se Serbia nuk po heziton që të vazhdojë të kërcënojë edhe Kosovën, por edhe vende tjera. Kemi parë dje në fakt një deklaratë të presidentit amerikan Trump, i cili përsëriti qëndrimet e tij se në mesin e 7 luftrave që kanë dalë, ka qenë edhe një konflikt i mundshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Çfarë lufte kanë dalë, zoti ministër Trumpi? Pa jemi në dieni. Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për kontributin që vendet mike kanë dhënë në kuptimin e stabilitetit. Do të thotë ne nuk jemi kundër stabilitetit në aspektin e sigurisë. Ne jemi kundër një status quo-je ku Serbia tolerohet që të cënoj stabilitetin e vendeve përreth saj. Por patjetër se jemi falemnderues për gjithë kontributin, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të parandaloj potencialisht çfarëdo lloj incidenti i cili do të çonte në. Çfarë përmasa ministër ka qenë ky incidenti që po i referohen që mund të ketë ndodhur në muajin maj? Cilat janë informata që keni ju si ministër? Shifni, në vazhdimsi ne cënohemi nga Serbia. Tash të kohën e fundit, po besoj tashmë e dini që ka edhe lëvizje të pa autorizuar apo shkelje të hapësirës sonë ajrore përmes dronëve, të cilët kohë pas kohë qarkullojnë apo shkelin hapësirën tonë ajrore. Në sa raste të tilla kanë ndodhur këto ministër dhe në cila periudha? Ka ndodhur në disa raste, ne jemi duke i hetuar në mënyrë profesionale, në bashkëpunim edhe me KFOR-in, po edhe me shërbimet partnere, dhe në momenti kur kemi më shumë, patjetër se edhe do të bëjmë të ditura informatat edhe për publikun. Tash për tash nuk ka ndonjë gjë për cilën publiku i Kosovës duhet brengosur, duke qenë se gjitha institucionet e Kosovës janë në krye të detyrës. Por e thash duke dashur që të pasqyroj natyrën e veprimit të institucioneve të Serbisë. Dhe e përmenda edhe paradën ushtarake, e cila në vetvete është një kërcënim ndaj Republikës së Kosovës posaçërisht, me qenë se shumica e vendeve që rrethojnë Serbinë janë antar të aleancës më të madhe ushtarake, NATO-s. Do të thotë Kroacia, Mali i Zi, Shqipëria, por edhe Bullgaria e vende tjera fqinje nuk mund të jenë të cënueshme nga Serbia. Potencialisht janë 2 vende të cilat Serbia do të mund t'i cënonte, ato janë
pikës pari Bosna dhe Hercegovina, e cila është duke u ballavaquar me paqartësi politike, por edhe situata të rrezikshme në vazhdimsi, dhe Republika e Kosovës, e cila përderisa për çdo ditë më shumë po fuqizohet dhe po arrin suksese, prapë ballavaçohet me këtë politikën e vjetër hegemone të Serbisë, e cila edhe siç ka deklaruar vetë pret ndryshimin e rrethonave globale që potencialisht të cënoj prapë Kosovën. Po, megjithatë kjo lëvizje e dronëve, ministra, ndërlidhet ashtu me një vendim të fundit që e kemi parë nga ana e KFOR-it për korporatën energjetike të Kosovës dhe infrastrukturën kritike në vend, apo jo tani? Ne në vazhdimsi identifikojmë infrastrukturën kritike dhe në vazhdimsi ndërmarrim hapa që atë infrastrukturë ta mbrojmë. Ju e dini se para një viti... A ka mbrojtjen sot të gjithë infrastruktura kritike në Kosovë, sigurinë e mjaftueshme ajo? Po punojmë që atë mbrojtje ta ngrisim në nivelet më të larta të mundshme. Ju e dini shumë mirë se para pak më shumë se një viti ne kishim në sulm në kanalit Tiber-Lepens, në sulm terrorist, që me qëllim u bë me qëllimin që të paralizohet jeta normale në shumicën e territorit të Republikës Kosovës. Fatmirësisht falë punës jashtëzakonshme të segmenteve të ndryshme të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi, ky qëllim i Serbisë dështoi dhe ne arritëm që në afat rekord të rikuperojmë të gjitha dëmet. Por ne jemi të vetëdijshëm se duke qenë se nuk ka raporte të mirëfillta me Serbinë, ne jemi të sakiskullmeve të ndryshme. Po, dhe ministri, kur flasim për veprimet e viteve të fundit, sidomos pas sulmit të Bajskës, nëse flasim për sasinë armatimit që është konfiskuar, ka një numër shifër përgjithshme brenda këtyre 2 viteve, cila është sasia armatimit që është gjendur pas sulmit në Bajskë? Patjetër që ka shifra, ato janë eksakte, duke qenë se kemi një sistem të mirëfillt të regjistrimit të gjithë këtij armatimit. Kjo është çështje e numrat janë në dispozicion nga policia e Kosovës, por mund të them se një nga sukseset më të mëdha që institucionet e Republikës Kosovës kanë bërë është thjesht pastrimi i sidomos veriut të Kosovës nga një arsenal jashtëzakonisht i madh. Deri në çfarë mase është bërë ky pastrim? A ka ende shumë armatim në veri? Unë mund të them se në masën më të madhe ne kemi arrit që këtë armatim ta zëm, i cili paka shumë është i njëjti kontingjent, shumica absolute tyre vinë nga kazermat e ushtrisë të Serbisë. Në çfarë periudhe kanë hyrë këto? A ka dyshime se çfarë periudhe mund të kenë hyrë? Po. I gjithë ky armatim është futur në dekadën e fundit, duke ditur edhe datat e prodhimit, datat e servisimit të këtij armatimit, do të thotë i gjithë ky armatim është futur viteve të fundit përgjatë gjithë dekadës, me qëllimin që realisht përmes një veprimi ushtarak, me qenë se i gjithë armatimi apo pjesa më e madhe e armatimit i takon kategorisë ushtarake, me një veprim ushtarak ata të bëjnë aneksimin e veriut të Kosovës, do të thotë të imitojnë veprimet e Rusisë në raport me Rusinë, sidomos përsa i takon Krimisë dhe Donbasit. Po, dhe apo hyn ende armatim në veri, a ka rrugë të hapura që mund të futet ende armatimi apo si qëndron situata? Një sukses tjetër e institucioneve të sigurisë, posaçërisht policisë së Kosovës, është se ne kemi bërë bllokimin e shumë rrugëve ilegale, të cilat për dikend pa informuar mund t'i duken si rrugë dhive, rrugë malore. Shumë rrugë, minister, sa? Mund të themi me shifër, sa rrugë ilegale? 27 rrugë janë mbyllur, rrugë ilegale, të cilat një pjesë e madhe tyre kanë qenë edhe të asfaltuara. Pra Serbia me vite ka punuar që në njërën anë të bëj sa më shumë rrugë ilegale, kurse në anën tjetër nuk implementon marrëveshjen e Brukselit, ku për shembull edhe një pikë kufitare dakorduar për të hapur ata refuzojnë ta hapin pikën e izvorit, edhe pse ajo pikë kufitare do të shërbente vetëm
banorëve lokal që jetojnë në atë zonë. Do thotë, pikë pari serbëve të Republikës Kosovës, por edhe banorëve në anën tjetër të kufirit, kjo pikë kufitare do t'ju shërbente. Qëllimi tyre nuk është që t'ju shërbejnë qytetarëve, por qëllimi tyre është që të cenojnë sigurinë, stabilitetin A vazhdojnë të jenë mbyllura ministre këtë rrugë sepse ka pasur raportime që pjesëtarët forit mund të kenë hapur disa prej tyre për çështjet lëvizjes së lira apo jo? Jo, ato rrugë vazhdojnë të jenë të mbyllura. Ka pas dilema për sa i takon pengesave fizike, të cilat janë lëviz, por nuk është çështje lirisë së lëvizjes mes dy shteteve përmes rrugëve ilegale. Liria e lëvizjes ka gjithmonë bazuar në regulativën ligjore. Ne nuk pengojmë qarkullimin e lirë, por ai duhet jetë legal. Nuk ka qarkullim ilegal të lirë mes dy shteteve. Dhe ministër, çka po ndodh me strukturat paralele? Kohët fundit keni marrë kritika nga bashkia ndërkombëtare për mënyrën veprimet se si po ndërmerren. A ka fillimisht një analizë sa struktura paralele, institucione të cilat kanë vepruar në sistemin e Serbisë janë mbyllur ose puna e tyre është pezulluar pas aksioneve të fundit që kemi parë atje? Unë mund t'ju them lirisht se të gjitha institucionet paralele, përveç shëndetësisë dhe arsimit, tashmë janë mbyllur. Gjithandaj Republikës Kosovës. Dhe kjo në koordinim apo pa koordinim me bashkinë ndërkombëtare? Në vazhdimsi, punojmë me vendet mike në mënyrë që të gjitha këto veprime të jenë realisht të përshëndetura, të mirëpritura, të përkrahura nga aleatët tanë. Nuk duket në të formë, ministër. Deklaratat e tyre thonë të kundërtën, apo jo? Ka momente kur ka diferenca në kohë, timing si përdoret si shprehje, por në thelb, askush nuk i arsyeton ekzistencën e këtyre institucioneve paralele. Qëllimi këtyre institucioneve paralele nuk ka qenë që të shërbehet qytetarëve. Qëllimi primar ka qenë që të minohen institucionet e Republikës Kosovës, të cenohet sovraniteti i tyre, por potencialisht edhe integriteti territorial. Ne kemi luftu këtë qëllim, suksesshëm kemi luftu këtë qëllim, e kemi minimizu rrezikun në këtë fushë dhe do të vazhdojmë që të shërbejmë qytetarëve tanë pa asnjë dallim, meqense ne kemi mekanizmat ekzistues të cilët e bëjnë këtë punë. Po, dhe a ka mekanizmat të tillë edhe për aksionin e fundit që u mbyll fondi për sigurime shëndetësore dhe ai për invalidore pensional? Tani e dim që kritikat më të mëdha ndërkombëtare nuk është që ata janë kundër mbylljes së tyre, por për shkak të mënyrës se si po mbyllen dhe ndikimin. A ka një analizë, a ka një ndikim mbyllja e këtyre strukturave vendimi për pezullimin e këtyre tek qytetarët, tek popullata civile? Nuk. Të gjitha vendimet që kemi marrë, apo të gjitha aktivitetet që kemi marrë, patjetër se kanë edhe vlerësimet e duhura. Qëllimi jonë nuk është që qytetarët tanë t'i lëjmë pa shërbimet e nevojshme. Ku i marrin këto shërbime këta qytetarë? Institucionet e Republikës Kosovës gjithmonë kanë mundësi dhe i ofrojnë të gjitha shërbimet qytetarëve të vetë. Për shkakun për sa i takon pensioneve, çdo kush i cili ka të drejtë në pensionim, në pensionin nga Republika e Kosovës, ata e merr. Ata kanë të drejtën edhe pensionin nga ana e Serbisë, apo jo, sepse kanë të drejtën e dy shtetësisë, apo jo? Shumë të qartë. Si e marrin sot ministra? A ka prej këtyre institucioneve që për cilë janë rihapur? Po, sikurse ekzistojnë mekanizma që pensionistët tanë nga Gjermania, nga Zvicra, nga Austria, apo nga vendet ku kanë punu, marrin pensionet, ashtu edhe pensionet e Serbisë për qytetarët tanë që kanë të drejtë i marrin ato. Pensione ka mekanizma për të marrë. Cilat janë mekanizmat sot? A i kanë sot mekanizmat? A mund t'i marrin pensionet dhe sigurimin shëndetësor sot aktualisht? Tashmë ne kemi edhe institucione financiare të cilat veprojnë në veri të Republikës Kosovës dhe përmes këtyre institucioneve, përmes transparencës plot, ata mund të marrin
të gjitha këto shërbime. Po, dhe i përmendët ministër pak më herët që këto reagimet ndërkombëtare kanë të bëjnë me dallimin e kohë. Çka nënkupton me dallimin e kohë? Reagimet në kohë. Nuk është se kemi, edhe kjo është një dallim i madh. Ne po themi se kemi 25 vite që nga çlirimi, por që nga 2008 kur ne jemi shpall shteti i pavarur dhe sovran dhe jemi njoft nga shumica e vendeve demokratike, nuk mund të lejojmë që veprime të jashtëligjshme të cilat thënojnë sovranitetin e Republikës Kosovës të vazhdojnë të veprojnë. Do thotë, pavarësisht edhe bisedimeve dhe dakordimeve që janë bërë në të kaluarën, Serbia ka vazhdu përmes operimit këtyre institucioneve të cenoj sovranitetin dhe integritetin e Republikës Kosovës, dhe kjo patjetër se është e papranueshme dhe patjetër se është çështje me nguti për të zgjidhur. Ne, po e përsëris, nuk lëm asnjë qytetar tonin pa shërbimet meritore të cilat ju takojnë. Atëherë pse po ngritën këto shqetësimet e Bashkisë Ndërkombëtare, ministër? Kjo unë besoj se vjen edhe për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme të vetë Serbisë për destabilitet, të cilat konsideroni që Bashkia Ndërkombëtare bie prej këtij presionit Serbisë? Po jo në kuptimin, nuk do të thoja që bie prej, por mund të them lirisht që ndikon në kalkulimet e ruajtjes së një stabiliteti në rajon, posaçërisht në kohën kur jemi dëshmitar të një destabilizimi në për rajone tjera në për botë. Por, më prapë them, nuk ka asnjë rrezik, nuk ka as potencial që situata e brendshme e Republikës Kosovës të cënohet nga kushdo. Institucionet e Kosovës janë mjaftueshëm të fuqishme, mjaftueshëm të përgatitura që t'i dalin zot çfarë do lloj situate të brendshme në Republikën e Kosovës, gjithmonë duke falenderuar kontributin e miqve tonë të dhënë ndër vite për këtë. Po, dhe cili është përfshirja e pjesëtarëve të policisë në veri? A ka sot më pak pjesëtarë të policisë në veri për shkak të këtij stabilitetit, sigurisë në veri ajo? Kjo është çështje pastaj dhe vlerësimit të vetë policisë të Kosovës. Jemi dëshmitar se ka më pak policë të angazhuar atje. Një pjesë e madhe tyre vinë nga komuniteti serb, të cilët janë rekrutuar në ndërkohë prej momentit kur ata të detyruar nga Beogradi dhanë dorëheqje kolektive. Tashmë ne kemi më shumë se 200 pjesëtarë të policisë të Kosovës të komunitetit serb që shërbejnë atje. Pra në veri? Po, edhe kjo patjetër se edhe ka përmirësu situatën e përgjithshme të sigurisë atje. Lirisht mund të them se që nga çlirimi deri tash situatë më të mirë për sa i takon sigurisë nuk kemi pas asnjëherë. Po, dhe ministër të strukturat paralele përmendë që janë shuar gjitha, sipas jush, për kanë vetur arsimit dhe shëndetësia. Po. Cilat janë planet për arsim dhe shëndetësi për shkak se përsëri ngritet çështja a ka plane për integrimin e arsimit dhe shëndetësisë brenda sistemit të Kosovës dhe sepse ka kritika edhe për këtë pjesë nga Bashkia Ndërkombëtare. Po punojmë intensivisht që të vim në situatën kur edhe këto dy veprimtari integrohen brenda sistemit të Republikës Kosovës. Ju e keni pa që ka edhe përkrahje për këtë proces, ka edhe deklarime të përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët thonë se nuk mund të ketë asnjë veprimtari jashtë kornizave ligjore të Republikës Kosovës. Por që sipas së ngarkuarës së ambasadës amerikane thotë që kjo duhet bëhet në konsultim me komunitetin serb, apo ndodh kjo? Qeveria e Republikës Kosovës është duke dizajnuar një proces integrimi për këto dy fusha. Po, çfarë forme? A mund dihet tani? Sepse ne dimë që me pakot të atisarit a mund të ketë pasaj probleme kjo të çështja pakot të atisarit, të arsimit dhe shëndetësia. Nëse i analizojmë të drejtat e tyre në arsim dhe shëndetësi. Unë do t'ju lusja që këtë pyetje më ja parashtru pjesëtarëve tjerë të kabinetit, meqense unë nuk jam
apo digasterit të cilin unë mbuloj nuk është e kyqur në këtë. Po, megjithatë ministër ka pas një shqetësim dhe protesta atje pas një bastisje që ka ndodhur në njërin prej në spitalit e Mitrovicës së Veriut. A ka pasur tentativa për mbyllje të spitalit apo aksion për mbyllje të këtij institucioni apo jo? Jo, bëhet fjalë tash Nuk do shkohet jo, në na jemi dëshmitar, na jemi dëshmitar që Lista Srpska dhe vetë Beogradi shfrytëzojnë çfarë do lloj situate që të ngrisin alarme për veprime apo situata të cilat nuk qëndrojnë fare. As nuk është bastis spitali, as nuk është bastis shtëpia shëndetit, realisht recepcioni apo vendi i rojeve të shtëpisë shëndetit, jo spitalit, të shtëpisë shëndetit, pas informatave që kemi pase ka armatim, nga pjesëtarët policisë Kosovës të cilët edhe kanë qenë civil, është kërku që zyrtarët që janë gjetë aty, të tregojnë se ka armatim apo nuk ka. Dhe çfarë është gjetur aty, ministër? Nuk ka pas asnjë lloj armatimi apo mjeti të jashtëligjshëm edhe gjithçka ka përfunduar aty. Por pra po them, Lista Srpska, Serbia mundohen që të shfrytëzojnë çdo moment për të ngritur alarme të rreshme. Po dhe ministër, çka nëse në rast se një skenar i Lista Serbe rikthehet në 4 komuna veriore? Kemi parë që gjatë fushatës kanë thënë që do të zhbëjnë gjitha ato vendime, do të anulojnë vendimet, a mund të shohim rikthim të tensioneve, cila do të jetë përgjigjja e institucioneve të Kosovës? Për ne më rëndësishëm që në çdo centimetër të territorit të Republikës Kosovës të mbizotëroj rendje dhe ligj. Dhe kjo është e pa kompromis. Tashtë kush do të dalë fitues nga zgjedhjet lokale, kjo mbetet të përcaktohet nga qytetarët të cilët kanë drejt vote. Por cila do të jetë zgjedhja e tyre, apo të zgjedhurit e tyre, ata janë të obliguar të zbatojnë ligjin e aplikueshëm të Republikës Kosovës. Dhe patjetër se ne do të monitorojmë zbatimin e ligjit nga kushdo. Askush nuk është imun ndaj ligjit dhe realisht nuk është imun ndaj shkeljeve të ligjit dhe janë institucionet përkatëse që mirën me ata që shkelin ligj. Megjithatë, ministër, tani kjo përpjekja nëse mund të themi e qeverisë për të penguar pjesëmarrjen e Listës Serbe në zgjedhjet lokale, a ishte arsyeja kryesore pse u pezullua ky dialog strategjik, apo si ndodhi, ministër? Apo thënë më thjesht në çfarë si kemi raportet aktuale me SHBA, qeveria në detyrë? Shifni, ne jemi shtet i pavarur dhe sovran dhe duhet të punojmë që shteti ynë të jetë shtet normal. Do të thotë mos të jetë një shtet ku sui generis është në vazhdimsi i praneshëm. Një organizim politik nga i cili kanë dalë shumica e terroristëve të rastit Banjska, ku lideri tyre, i cili formalisht ka pas titullin e nënkryetarit të Listës Srpska, është pris i këtij sulmi, ku ky organizim politik as nuk distancohet dhe nuk e denon këtë sulm terrorist, patjetër që në vendet demokratike kësi lloj organizimi politik nuk do të lejohet të merrnin pjesë në zgjedhje. Në vendet demokratike, ministra, do duhet që të paktën përmes rrugëve ligjore të bazuar në fakte të dëshmohet kjo, sepse të gjitha institucionet... Çka kena me dëshmu që Radojqiqi ka qenë pjesë e sulmit Banjskës? Po, megjithatë Radojqiqi nuk është formalisht pjesë e Listës Serbe tani. Nuk është në listën e partisë të Listës Serbe. Jo, ai në kapacitetin e nënkryetarit Listës Srpske. A duhet dëshmohet kjo, ministër, tani, përmes fakteve, përmes dokumenteve të publikuara? Jo, shifni, realisht ne duhet dokumentet të kemi të publikuara. Ne krejt çka duhet është të lexojmë ato. Çka nuk lexojnë pra institucionet, çka nuk lexuan institucionet, PZ apo Gjykata Supreme, të gjitha këto institucionet të cilat vetë certifikuan Listën Serbe. Çka konsideroni që kanë tejkaluar për këtyre dokumenteve? Do të thotë pranimin e fajësisë nga vetë Radojqiqi.
i cili në kapacitetin e nënkryetarit të listës srpska, liderit saj, njeriu i cili ka marrë vendimet ashtu siç deklaronte ish kryeministri Haradinaj, ka qenë pjesë e sulmit Banjskës. Ai është drejt për përgjegjës për vrasjen e rështerit Afrim Bunjo. Drejt për shkak se ka vëllëheq këtë sulm. Qëllimi i tyre, duke parë edhe dokumentet, planet, gjitha dëshmitë të cilat kena marrë. Cilat dokumente ministër, institucionet të cilat kanë qenë përgjegjëse, ta certifikojnë listën serbe, i kanë tejkaluar e nuk i kanë marrë parasysh kur kanë vendosur ta certifikojnë ministër. Nuk kanë marrë parasysh sjelljen e vazhdueshme të listës srpska. Sjelljen e vazhdueshme të listës srpska, e cila edhe publikisht deklaron që don Serbinë ta kthejë në Kosovë, që realisht Serbia është atdheu i tyre duke nënkuptuar territorin e Republikës Kosovës. Kjo në vetvete është cënim i integritetit edhe sovranitetit të Republikës Kosovës. E tash këta nuk kanë ndajt vetëm në deklarim. Këta kanë shku përtej, këta dhe kanë vepru. Kush po mendon se është përgjegjës për sulmin e ndaj KFOR-it edhe gazetarëve, qytetarëve, politëve të Republikës Kosovës në zveçan. Kur të gjithë apo shumica e tyre kanë qenë zyrtarë të niveleve të ndryshme të listës srpska. Në qoftë se një zyrtar i Ministrisë Punëve të Brendshme sulmon gazetarët. Po megjithatë ende nuk ka një vendim, apo jo ministër, është në proces gjykimi. Po jo, po ti shifni. Për të certifikuar duhet një vendim i formës së prerë, apo jo për të certifikuar një person nëse ka shkelur ligjin ose jo. Mëra e ka pranu. A kuptoni? Unë po ju them, ja ku është ujku ti po thu ku janë gjurmët. Po ka një vendim të gjykatës, ministër. Po ta është narrati. Shumë prej këtyre ekstremistëve janë narrati. Tash Serbia nuk po pranon. E keni fjalën për Slavko Simiqin? Jo, kam fjalën për Milan Radojčićin edhe shokët e tij. Edhe ata të cilët kanë qenë pjesë e sulmit Banjska. Por e kam fjalën edhe për disa tjerë të cilët realisht kanë ikur nga Kosova. Tashti ne nuk mund të presim edhe 40 vite derisa nuk ndron Serbia, që ne të vim deri te një vendim i merituar gjyqësor e pastaj të ndërmarrim veprime retrograd tash. Nuk qëndron. Realisht kemi të gjitha dëshmitë që lista srpska është e angazhuar në vazhdimsi në cënimin e integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Edhe këto fakte do duhet mjaftonin që kjo listë mos certifikohej. Nuk po themi se nuk duhet pjesëtarët e komunitetit serb nuk duhet të kenë përfaqësues të tyre. Absolutisht që po. Ne jemi ndër vendet më demokratike në Evropë. Edhe bazën ligjore kena më progresive të shumë prej vendeve evropiane. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të tolerojmë terroristët e organizimet të këtillat që në vazhdimsi të cënojnë integritetin dhe sovranitetin. Megjithatë, ministër, përveç faktit se u certifikua, pati edhe një vendim tjetër pezullimin e dialogut strategjik me SHBA. A është një shuplak për qeverinë të tyra jo tani? Jo. Patjetër se nuk ishte një lajm i mirë. Patjetër se nuk ishte një lajm i mirë. Ne duhet punojmë sa më shumë që partnerëve tonë, aliatëve tonë, tu asqarojmë në detaje, jo vetëm situatën, por edhe gjitha veprimet të cilat për ta mund të jenë. Po duket ministër që nuk e një arritur të bindni, apo jo? Sepse ka një vendim tani për pezullimin dhe e ngarkuar ambasadës SHBA-s, e tha paraprakisht që e ka njoftuar kryeministrin, e ka paralajmëruar. Kjo është proces në të cilën ne jemi të angazhuar të gjithë. Po, dhe a jeni duke i adresuar si qeveri për shkak se keni thënë që jeni të gatshëm, çfarë forme jeni duke i adresuar, ministër? Kjo prapë po them, kjo është çështje, kjo është pyetje të cilën ju duhet të aboni anëtarëve të tjerë të kabinetit qeverisë. Dhe ministër, krejt në fund e kam edhe një pyetje sa i përket situatës aktuale, bllokadës politike. Javën e ardhshme përfundon masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese dhe do të pritet një vendim nga ana e gjykatës kushtetuese. Cili mund të jetë vendimi ose çka mund të presim nga vendimi i gjykatës kushtetuese? A ka rrezik që lista serbe të njëjtë drejta për zgjedhjen e nënkretarit komunitetit serb brenda kuvendit Kosovës? Janë dy, ose do të
gjykatësit e gjykatës kushtetuese ose të presim vendimin e tyre. Po si do të veproni ju në rast se i njihet, ka një vendim të tillë, i njihet lista serbe drejt apo nën kryetar? Do ta votoni apo do të vazhdojë blokada? Të presim një vendimin, pastaj patjetër se ne dalim me qëndrimet tonë në raport me këtë vendim. Dhe krejt në fund ka pasur një përpjekje të paktën politike për ta zgjidhur këtë çështjen e nën kryetarit këtë kohë derisa ka qenë masa e gjykatës kushtetuese ajo. Nuk jam unë personi që duhet të shtroni këtë pyetje. Jeni ministër, jeni pjesë e qeverisë apo jo? Absolutisht, unë jam ministri i punëve të brendshme, por nuk jam i kyçur në të gjitha proceset. Faleminderit shumë pra. Faleminderit juve. Dhe shikues të nderuar, me këtë intervistë të ministrit në detyrë të punëve të brendshme, zoti Xhelal Sfesha, e përmbyllim këtë edicion, ndërsa unë ju ftoj të vazhdoni që ndroni me programet e Koha Vizionit. Natën e mirë.